Presidenti i SBA Donald Trump, 90 minuta para premtimit të tij si një qytetërim i tërë do të vdes të martën në mbrëmje, është tërhequr në prag të Greminës. Shtëpia e Bardhë ka konfirmuar zyrtarisht se presidenti Donald Trump është informuar mbi propozimin e fundit të Pakistanit për shtyrjen e afatit zyrtar që skadoi më 7 prill. Zëdhënësia e shtëpisë së Bardhë, Caroline Leavitt, deklaroi se administrata është në shqyrtim sipër të kërkesës. Presidenti është vënë në dieni të propozimit dhe një përgjigje do të vijë së shpejti, u shpreh Leavitt. Më herët u raportua se qeveria e Pakistanit i ka kërkuar zyrtarisht presidentit Trump një shtyrje prej 2 javësh të afatit kritik që përfundon të martën. Kryeministri i Pakistanit Shehbaz Sharif ka njoftuar arritjen e një armëpushimi të menjëhershëm mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, duke përfshirë edhe zonat e konfliktit si Libani. Ai e cilësoi këtë si një hap të mençur drejt paqes dhe stabilitetit rajonal. Sharif ka ftuar delegacionet e të dy vendeve në Islamabad më 10 prill për bisedime të mëtejshme. Ai tha se ka shpresë për një marrëveshje përfundimtare dhe lajme pozitive në ditët në vijim. Administrata Trump është e vendosur se kjo është një fitore amerikane. E megjithatë, raketat ende bien si shi në Izrael, Katar dhe Kuvajt, dhe për amerikanët, çfarë do të ndodhë më pas me një president që kalon nga kërcënimet gjenocidiale në një kthes të turpshme 180 gradë? Iranianët po e festojnë këtë si një sukses të madh, si një kapitullim nga amerikanët. Pushtetësit e qeverisë iraniane mbushën rrugët e Teheranit gjatë natës pas njoftimit të një armëpushimi 2 javor midis Republikës Islamike dhe Shteteve të Bashkuara. Turmat mbushën sheshin e Revolucionit në qendër të qytetit gjatë natës, sipas rrjetit televiziv SNN, i cili besohet të jetë i lidhur me forcën paramilitare Basij.